Fermerët shqiptar nuk do të marrin më naftën pa taksa për të punuar tokën e tyre. Kjo mbështetje që nisi zbatimi në vitin 2021 është hequr nga skema kombëtare e këtij viti. Ministri i Bujqësisë, Andi Salla, tha se fermerët do të marrin më shumë para përmes skemës së re, e cila sipas tij është gjithëpërfshirëse. Nëse ne vitin e kaluar kemi pas një buxhet për 4.6 milion, sot ne kemi 5.2 miliard, më falni. 5.2 miliard. Pra është një shifër në rritje dhe kjo është për gjithë fermerët në uljen e kostos, në përfitimin e tyre dhe në mbështetjen të drejt për drejt në skemën kombëtare, po qoftë në investime, qoftë edhe në 10% si mas autofaturimit që ata do të bëjnë nëpërmjet tatimeve apo Ministrisë së Financave. Mbështetja për fermerët, e cila është pjesa e naftës që ju mendoni, është ulja e kostove. Dhe ne me uljen e kostos, këtu janë parat që janë në gjithë të skem, përveç se janë rrit nga qeveria shqiptare nga 4.6 në 5.2, sot është një mas tjetër ku të gjithë fermerët përfitojnë pa përjashtuar askënd. Sot përfiton të gjithë fermat dhe qoftë në vegjël qoftë të mëdhej nëpërmjet skemës tonë kombëtare. Ky ndryshim në skem bëhet në kushtet kur çmimi i karburantit është në rritje të fortë prej luftës në lindjen e mesme. Por ministri thot se në ndihmë të fermerëve për t'u ulur kostot është kompensimi me 10% i faturave për çdo shitje që ata bëjnë tek grumbulluesit, agropërpunuesit apo agroturizmat. Skema naftës është një skem mbështetëse. Pra ne japim pagesë të drejt për drejt dhe skema e cila ne paraqitëm sot është një skem e gjithë përfshirëse. Pra fermeri bëhet pjesë në të gjitha këto skemat që ne kemi këtu, në gjithë masat, mund të themi. Përveç atë çfarë është më rëndësishme, 10% e faturimit që do të marri në biznesin që ai do të çojë produktin e tij, në çdo produkt dhe do ta depozitojë pranë tatimeve çdo 6 muaj siç ne kemi shpjeguar edhe në takimin më parë. Me skemën e re, qeveria mbështet me 10.000 lekë çdo krerë lope për tufa jo më të vogla se 5 bakti dhe jep 1.500 lekë për të imtat për tufa jo më të vogla se 50 krerë. Për herë të parë, financimi për dosat në 7.000 lekë për krerë, kush ka tuf jo më pak se 5 krerë. Kurse për bletarin, jepet 20.000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 25 koshere. Ministri u përgjigj zyrtarisht edhe për fondet e IPARD, të cilat vijojnë të jenë në pikpyetje. Shumë shpejt do të jemi gati dhe brenda pak ditësh do të jemi edhe për hapjen e thirrjes në mënyrë që fermerët aplikojnë si çdo vit që kanë pas një aplikim, mund të themi, të përvitshëm edhe skemat e reja që kemi vendosur edhe për të rinë dhe për masat që unë përmenda pak më lart.